Që ta kuptoni si sigurohen kanalet, lexoni dhe dëgjoni me vëmendje, sepse ashtu keni për të kuptuar edhe stabilitetin e paketave që ofrohen në treg. Te pak koha ne kemi akses direkt te kanalet. Pse themi akses direkt? Sepse vetë prekim kanalin, vetë i sigurojmë kanalet për firmë lokale kablore nga miqtë tanë. Do me thënë tek firma, burimi për nga vjen kanali është origjinal. Pra të kemi gjithsej 500 kanale origjinale, jo ma tepër. Besoni një gjë, nuk ka firmë në botë që mundet me i siguru krejt kanalet e botës për burimeve origjinale. Analizoni pak Digitalb, Tring, Nimi TV, ka maksimum 1000 kanale, sepse nuk mundet asnjë firmë me i siguru kanalet e krejt botës nga burime origjinale. Sigurisht ju intereson atëherë si bëhen paketat me krejt kanalet e botës? Te pakot e tilla me krejt kanalet e botës që ne i ofrojmë ku janë të gjitha kanalet e botës. Te kështu paketa. Sigurimi i kanaleve bëhet përmes skriptave të programuara. Shpikësit e të cilave janë marokienët për të cilëve blehen këto skripta. Këtë e dim sepse neve personalisht na është ofruar skripta e tillë nga marokienët. Që ta kuptoni si funksionon skripta, po e marr si shembull Sky e Gjermanisë ku merr abonim origjinal, apo ato të japin llogari, dhe marokienët kanë shpik sistem që kur e fut llogarinë e Sky të skripta, dalin të gjitha kanale. Po nëse keni pas paket të tillë me gjitha kanalet, dhe ju ka ndodhur ndonjëherë nuk hapet një grup i caktuar i kanaleve, shembull e marrim Sky i Gjermanisë. Pse nuk hapen? Faktikisht Sky e ka kap abonimin ose llogarinë që është keq përdor dhe e bllokon abonimin, dhe ku ndodh kjo nuk hapet grupi i caktuar i kanaleve që e morëm shembull Sky i Gjermanisë. Ndërkohë firma që e kontrollon paketin duhet me gjet abonim ose llogari tjetër të re nga Sky që me i aktivizu prap kanalet e Sky. Këtë ua tregojmë që me kuptu si sigurohen kanalet në kështu paketa me mira kanale. Firma B nga Kosova e ka një përparësi kanale shqiptare i sigurojnë origjinal, do me thënë kam burim origjinal të kanaleve, dërsa sa i përket kanaleve të huaja, gjermane, italiane, greke dhe kanale nga shtete tjera bëhen përmes sistemit me skripta. Për ti siguru gjitha kanalet më të mirë janë firmat marokiene, sepse ata janë vetë shpikësit e skriptave, dhe kanë ndonjë sistem të avansuar ku bllokohet llogaria e zbuluar nga Sky që morëm si shembull. Marokienët shumë shpejt ndryshojnë llogarinë e bllokuar me llogari të re, dhe kanalet pothuajse nuk hetohen që janë dalur. Shpresojmë që sadopak, përmes sqarimit të keni kuptuar se si sigurohen kanalet tek firmat e ndryshme, por edhe tek tjera që i shet konkurenca.